Sot do t'i tregoj diçka të bukur që jam plotësisht i bindur që do t'i pëlqej. Ndaj ndiqeni deri në fund dhe kush nuk e ka bërë ende do t'i lutesh atij të bëj like faqes që të shihemi sërish. Dhe ju falenderoj që jemi bashkë. Në vitin 2018, një indian që kishte një argjenderi, kishte një problem. Ai nuk kuptonte që në inventarin e tij mujor mungonin disa sende, por sende të çmuara. Bëhet fjalë për varse, për unaza, dhe ai nuk kuptonte. Veç bëri. Ai instaloi telekamera gjithandej. Vuri telekamera dhe filloi që të kontrollonte. Muajin e parë, muajin e dytë, muajin e tretë dhe e kuptonte sepse ishin orë të tëra që shkonin njerëz sepse ishte një dyqan me vlerë, një dyqan i madh në qendër të qytetit, dhe vuri djalin e tij, pra fëmijët e tij që të kontrollonin telekamerat, të shikonin videon e telekamerave gjatë kohës që ai regjistronte, sepse ishin shumë klientë që vinin. Dhe ai ishte i bindur që dikush nga klientët, ndoshta me ndonjë gjë, futej dhe merrte unaza apo varse. Mirë po nuk po e kuptonte. Dhe kaloi kohë. Ishte tepër e vështirë që ta gjente. Në fund, çfarë bëri ai? Shiko, tha, sepse u lodh dhe vazhdonin akoma që të mungonin nga inventari i tij shumë sende. Dhe ai u lodh dhe çfarë bëri? I kërkoi policisë ndihmë. I kërkoi policisë dhe një shef i policisë, i quajtur Rajat, shkoi dhe filloi që të bënte edhe ky. Instaloi telekamera jashtë, sepse tha që jam i bindur që nga jashtë ka mundësi që dikush mund të futet dhe i ka me anë të ndonjërit mund të bëni që ky të me fjalë, në momenti që futej, dikush mund bënte diçka që ta dizorientonte këtë njeri. Dhe ishte i bindur për këtë. Por çuditërisht pas 6 muajsh kontrolluan çdo gjë, asgjë nuk doli. Dhe çuditeshin, sepse në krye të vitit ai vazhdonte që të kishte ende mungesa në inventarin e tij. Pra ju, sipas jush, ju çfarë do të bëni në një moment të tillë? Në qoftë se do fillonin të mungonin sende të çmuara, po flasim për unaza, për varse, për disa për floriri, por disa ishin edhe me gur të çmuar. Ju çfarë do bënit në një rast të tillë? Si do silleshit? Çfarë do bënit? E dini se çfarë bëri ky zotëria? La fëmijët e tij me turne, sepse mendoi që natën dikush mund ta vidhte. Se s'kishte zgjidhje tjetër. La fëmijët aty dhe filluan që fëmijët që të shikonin se mos vinte njeri dhe mos vinin diçka nëpër telekamera, sepse vurën re që telekamerat ndonjëherë dhe visheshin, po ato visheshin nga avulli ose nga ngrohtësia. Dhe këta menduan që ndoshta kishte diçka përpara telekamerave, dikush në një mjeshtër vinte diçka para telekamerave dhe vidhte. Një mbrëmje, një nga fëmijët e tij, ai i vogli, që mos gaboj ishte 13-14 vjeç, i tha u bë buj, i ati filloi që të zihej me fëmijët. Këtu tha ka mundësi që dikush nga ju vjedh, pra u hodhi fajin fëmijëve. Dhe ky djali i vogël tha, ç'a jemi ne, tha, minj, tha, vetëm minj kam parë këtu, tha, që lvizin. Si o ke parë minj, tha? Minj s'ka këtu, thaj. Atëherë duhet bëjmë diçka, tha, për minj, që të vëmë diçka minjve, që mos futen më minj. Dhe kështu bën. Morën disa gjëra për t'i vënë me fjalë me helme për t'i vënë aty. Mirë po, e shoqja e tij e zgjua, tha, më fal, tha. Ne, tha, kemi argjenderi, nuk kemi gjëra për të ngrënë. Si ka mundësi, tha, që vinë minjt në një vend, tha, që është për argjenderi dhe nuk ka për të ngrënë. Dhe ç'bën? I ruajtën, nëse natën, ruajtën, nëse do futeshin minj ose jo. U fut një mi. Dhe çfarë bëri miu? Këta e ruajtën. Miu shkonte dhe merrte unazat. Ishte miu që vidhte. Pra miu vidhte jo vetëm unaza, por edhe varse. I merrte varset me dhëm dhe ikte. Jo varse të mëdha të rënda si trupi i tij, më të lehta, nuk diskutohet, por ai merrte varse edhe ikte. Tani ç'bëri ky? Ky e ndoqi nga pas, por u zhduk, sepse futesh për vrima miu dhe nuk arriti dot. Dhe i tha policisë, pra e lajmëroi policinë që ishte një mi. Dhe e kuptuan me njerë që këtu kishte një hajdut që kishte mësuar miun që të vidhte. Po ndiqeni sepse do t'u them disa gjëra të rëndësishme që do mbeteni pa fjalë.
Dhe shkuan që policia një të marrë bën qend, bën ato telekamerat për të parë se ku do shkonte dhe ndoqën miun dal nga dal deri ku do shkonte. Për një muaj rresht që ndiqnin miun, si përfundim nuk gjetën asgjë, sepse çfarë bëri miu? Kur miu e kuptoi që këta e ndiqnin, miu nuk shkoi tek pronari. E dëgjuat mirë. Jo, u fut në një vrim dhe aty linte ato unazat dhe argjenderin. Mirë po aty, tek ajo vrima që kishte lënë që ishte nën tokë, ishte me një fjalë futeshe në një puset, dhe sipër kësaj pusete, me një fjalë brenda në mur, futeshe në puset dhe nga puseta ishte sipër një vend që miu depozitonte ato që vithe. Po, tani, e bukur e kësaj historie është që 3 gjëra nga këto që kishte vjedhur herën e fundit ishin aty, të tjerat nuk ishin. Pra dikush e kishte mësuar miun që në qoftë se do ta ndiqte ndonjëri nga pas, miu të shkonte atje. Pse e them këtë? Sepse policia e tha publikisht që miu është mësuar kaq mirë sa që nuk shkon kur shikon që e ndjek njëri që nuk është pronari i tij, nuk shkon tek vendi i caktuar, po shkon diku tjetër. E tha policia, nuk e them unë. Dhe si përfundim nuk zgjidhen asgjë, sepse nuk mundej që të gjeje fajtorin. Kush ishte fajtori? Aty tek ai vend, ata prisin që të vinte dikush, nuk erdhi më njëri aty tek ato 3-4 gjëra që kishte vjedhur herën e fundit miu, nuk erdhi njëri që t'i merrte, sepse ndoshta ai hajduti vinte aty dhe i merrte aty tek ajo puset më pas. Por ata janë të bindur, pra policia është e bindur që miu shkonte diku tjetër dhe nuk shkonte aty. Pra shkonte në një vend ku nuk ishte vendi i tij. Pra ai vend nuk ishte i tij, po ishte një vend strategjik që e kishte ruajtur ose ruante kur e ndiqte dikush. Tani do t'ju them diçka shumë të rëndësishme. A e dini se pikërisht mint trajnohen për të bërë gjëra që nuk i bën dot njeriu dhe si mund ta them teknologjia jonë? Po. Për shembull, në disa vende nga shërbimet sekrete ose edhe nga shteti trajnohen që të shkojnë të gjejnë gjëra, për shembull të gjejnë edhe njerëz. Si për shembull në Turqi, shteti turk së bashku me shtetin holandez kanë trajnuar minj për të gjetur njerëz dhe gjetën gjithë ata njerëz në momentin që ndodhi tërmeti. Pikërisht pra nga minjt, sepse duke trajnuar minjt me një telekamer, i vënë një telekamer në trup dhe minjt shkojnë sepse ndjejnë erën. Me anë të erës i gjejnë njeriun. Pra teknologjia nuk mund ta bëj dot këtë, sepse teknologjia nuk është se ndjen erën. Ti mund të futesh me telekamera ku të duash të bësh si duash me një robot, po ti ndoshta nuk e gjen një njeri. Kurse miu e gjen me një erë, sepse ndjen erën. Pra me anë të erës miu shkon dhe e gjen. Çfarë duhet të them me këtë? Që jo vetëm kjo, por edhe në gjëra të policisë të tjera, i trajnojnë minjt që të gjejnë njeriun e dur. Për shembull, ka minj që me anë të erës së njeriut, të erës mjafton një rob jotja dhe ai të gjen kudo qoftë, kudo që t'jesh ti. Por kanë vënë re që minjt kanë dhe një si mund të quhet, si punë e antenave, një telepati, le ta themi telepati, kanë një telepati shumë të zhvilluar, sepse ti edhe sikur, pra në qoftë se ai të njeh ty, që e ky njeri që e kanë përcaktuar për shumë nga robat, apo ndoshta ti që e ke trajnuar, ai e di që gjendesh parafërsisht në këtë zonë, ose diku aty. Jo nga era, e kanë vënë re që përveç erës, edhe nëpërmjet sensit i gjashtë, pra me anë të telepatisë, që ju e dini që minjt komunikojnë me telepati. Kjo është publike, i njohim që nga kohrat e lashta, sepse ishte ky problemi kryesor që shpërndante miu, në përgjithësi shpërndanin sëmundjet ose ruheshin nga sëmundjet pikërisht pra duke i thënë njëri tjetrit me telepati që mos të afroheshin. Në një vend ku ishin helmuar, është bërë një test që për ata që nuk e din, është bërë një test që kanë
çuar një grup minjsh, njëri nga minjt e çuan dikush që u elmua. Dhe miu tjetër që ishte pas tij, kur pa që u elmua ky shoku i tij, nuk shkoi më aty. Bile u tha dhe të tjerëve, nuk dihet se si unë po e them në një mënyrë kështu të thjesht, por nuk dihet se si që komunikoj me të tjerët, sepse askush më nuk shkoi aty për të sepse mund të elmoj. Pra, çuditërisht, miu ka një inteligjencë që ne nuk e kuptojmë. Pra, është krejt e çuditshme. Dhe do t'ju them të fundit, ka gjasa që shumë njerëz bëhen të pasur pikërisht pra nga minjt, ose dhe kafshë të tjera, ose shpend. I mësojnë kafshët dhe shpendët që të vjedhin dhe bëhen të pasur pikërisht me këtë. Bile do t'ju them, para disa viteve në një vend të Amerikës, nuk më kujtohet tani qyteti, në një vend të Amerikës, një djalosh i ri kishte mësuar miun që të vidhte para. Shkonte miu nëpër këto supermarketet dhe vidhte para. Po. Pra futej tek kaseta, aty ku kishte para, dhe vidhte. E kanë parë disa herë, ai bëri gabimi, si thoshin, sepse nuk e kishte bërë shumë 5 apo 6 herë, bëri gabimi që i çonte aty sepse kishte provuar një në bank dhe në bank ishte pamundur, por kishte bërë aty. Dhe çuditërisht miu shkonte dhe merrte. Kur nuk gjente njëri afër, shkonte aty, i merrte para dhe ikte vrap. E i çonte tek pronari. E ndoqën e gjetën. Pse po ja them këtë? Sepse në radhë të parë njerë të mësosh një kafsh në këtë formë është vërtet diçka absurde që për ne është diçka që nuk arrihet, në të vërtet është e arritshme. Dhe tjetra, miu si është e mundur? Çfarë inteligjencë ka miu që të shkon dhe bën atë që i thua ti? Në mënyrë perfekte, si për shembull atij indianit. Shkonte miu natën, jo ditën. Shkonte natën, futej nëpërmjet primave që ai, merrte unaza apo gjëra të çmuara dhe i çonte tek pronari. Dhe kur e ndoqën pas, ai nuk shkoi më tek pronari, por shkoi në një vend tjetër duke lënë sendet aty. Është vërtet çmenduri, e? Megjithatë unë pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë dhe ore, mos u vjen ndërmend që të mësoni ndonjëmi, se ku i dihet. Se mos bëni të pasur pastaj. Hajde, kalofshi bukur dhe ju përqafoj gjithë, një ditë të mbar sot.